Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të fundit të programit Studio Live, ndërsa jo më qëndrojmë transmetim të drejt për drejt për të ndalur në të tjera zhvillime padyshim me panelistët tanë, por po një së pari me zhvillime kryesore deri në orën 19. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u mbaj takimi inaugurues i Bordit të Paqes me udhëheqës të vendeve themeluese. Në fjalën e tij, presidenti Trump njoftoi mbledhjen e $17 miliardë për Gazën, 7 nga vendet pjesëmarrëse dhe $10 miliardë nga Shtetet e Bashkuara. Shqipëria dhe Kosova do të kontribuojnë me trupa policor për stabilitetin e Gazës dhe ruajtjen e paqes. Në fjalën e tij, Trump falenderoi Ramën dhe Osmanin për pjesëmarrjen. Në fjalimin e tij në Bordin e Paqes, kryeministri Rama sodi në vëmendjen botërore gjyqi në Hag ndaj 4 liderëve të UÇK-s. Kreu i qeverisë shqiptare kujtoi se teksa në mandatin e parë Trump besoi Kosovën dhe Serbinë më pranë një marrëveshje e paqe. Presidenti tha që u ndalua në mënyrë brutale të udhëtonte në Washington nga njëjti prokuror që më vonë do të përndishte edhe vetë Trumpin. Duke sjellë në vëmendje kërkesën e prokurorisë speciale për dënimin me nga 45 vjet burg për ishkrerjet e UÇK-s, Rama kërkoi nga presidenti Trump të bëhet diçka përpara se gjërat shumë të këqija mund të ndodhin sërish. Zvarritja e një vendimi në Kuvendin e Shqipërisë për kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut ishte sërish kryefjale debateve dhe në këtë seancë plenare. PD kërkoi dorëzimin e Ballukut duke akuzuar majorancën si bunker i korrupsionit, por socialistët thanë se kushtetuesja e pranoi se GKK ndërhyri në kompetencat e kryeministrit. Duke i referuar mungesës së një takimi me McAllister dhe Berishës dje në Tiranë, Balla deklaroi se asnjë huaj nuk shkon në selinë e PD-s. Me një seancë që zgjati rreth 6 orë, Ilir Meta dhe avokatët e tij paraqitën para gjykatës pretendimet e tyre në lidhje me akuzat e SPAK. Ish-presidenti deklaroi se dosja ndaj tij është e bazuar vetëm mbi gënjeshtra dhe falsifikime serosiste. Ai kërkoi nga gjykata e posaçme pushimin e çështjes për dosjen Çezdia me pretendimin se është stërgjykuar brenda dhe jashtë vendit dhe se emri i tij nuk përmendej në të. Ndërsa për çështjen e lobimit me SBA DLSI-s, Meta kërkoi rikthim për hetim në SPAK. Një punonjës i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë humbi jetën pasi ra në kontakt me energjinë elektrike gjatë riparimit të defektit në shtyllën elektrike. Shkak dyshohet neglizhenca e punonjësve të në stacionit, të cilët nuk kishin stakuar energjinë në linjën 10.000 volt ku po punonte 27 vjeçari. Euro ka shënuar rekordin më të ulët historik përballë monedhës kombëtare, duke këmbyer me 96.35 lekë apo me një rënje me 2.8% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas institucioneve zyrtare, rënja ka ardhur si rezultat i hyrjeve të larta valutore nga turizmi, remitanca dhe investimet e huaja. Banka e Shqipërisë thotë se zhvlerësimi i valutave ka ndikuar pozitivisht në mbajtjen e inflacionit në kontroll.